Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në vazhdimin e podcastit Shëndetjen e parëmbështetur nga United Hospital. Në këtë episod që kaloi, patëm një bisedë shumë interesante me kirurgun abdominal Arber Morina, ku prekëm tema të rëndësishme si të gurve në idhë të mëlçin dhe pankreasin. Por do të vazhdojmë sërish me diskutimin me doktor Morina, duke hyrë edhe më thellë në sëmundjet abdominale. Doktor Morina, ashtu siç edhe ju premtuam shikuesve, ne do ta vazhdojmë këtë podcast të mbetur në gjysmë për tema specifike, duke hyrë më thellë në mëlçi, në pankreas dhe në ato se çka duan qytetarët të dinë për të pasur më shumë informacion rreth simptomave, efekteve që ata psojnë në organizmin dhe trupin e tyre. Dhe unë do të ndalesha pikërisht te ekzaminimet. Cilat ekzaminime bazë që çdo person duhet i bëj për të kontrolluar shëndetin e mëlçisë, por edhe të pankreasit? Po prap, pyetje shumë e mirë për me plotësu, për me qenë... Sepse i mbetën borxh tek organi më i madh në organizmin ton, por përfshim dhe pankreasin. Për me plotësu, këtë pyetje me qenë e përmbyllur në çdo aspekt që pacientët me qenë të kënaqur, duhet me i specifiku shenjat klinike që pacientët kanë, fillimisht. Shenjat klinike që mëlçia ka filluar me vujt, spari janë fryrja e barkut dhe diskomforti ose ndjenja e rëndesës në anën e djathtë, nën brinjtë e djathta. Sepse mëlçia është pikërisht mëlçia është e pozicionuar në pjesën e anës së pjesën më të madhe të djathtë, organit, në pjesën e djathtë. Prej kërthizës në anën e djathtë deri në pjesën e djathtë të belit. Kjo pjesë quhet flanku ose pjesa e djathtë e barkut, është pozicionimi i mëlçisë. Mëlçia pozicionohet më njëherë në nënbri dhe është organi i cili duhet me qenë i pozicionuar në nënbri. Kur mëlçia vun dhe ka probleme, atëherë mëlçia fillon me urrit. Po kur fillon me urrit, bën presion indeve dhe organeve që janë rreth afër saj dhe ajo perceptohet me dhimbje apo me fryrje barku. Mëlçia ka shumë shenja paralajmëruese. Ndër më të shpeshtat janë çrregullimet e faktorëve që dalin apo hyjnë në mëlçi. Duke përfshi bilirubinat. Bilirubinat është detektimi i langut verdh që sqaron pak më herët në gjak, dhe kur niveli i atij langu që është pasojë e prodhimit të mëlçisë fillon me urrit në gjak, atëherë neve na bën me kuptu, pacientit duhet me i bë me kuptu që mëlçia po vun në punën e saj. Nuk po mundet me derdh langun qysh duhet me derdh jashtë në ductusin koledok në gypjen kryesor. Pastaj ajo fillon me zverdhje dhe shenja që pacienti veç i vren. Po çdo dhimbje me zverdhje të lëkurës apo pjesës të fillimisht sklerat, pjesa e bardhë e syrit, pastaj edhe lëkura. Po shpesh pacientët, shumica e pacientëve, nuk ka pacient që në mëngjes nuk ngrihet me e la fytyrën dhe i pasu dhëmbë dhe e shef veten në pasqyrë dhe ata e vrejnë. Shumicën e rasteve që sklerat kanë filluar me u zverdh kur i hap syt. Shenja e dytë që duhet me u mendu për me bërë një vizitë mjekësore është dhimbja pas ushqimit. Në shumicën e rasteve ushqimeve të bollshme të ndryshme apo me karbohidrate apo me brumra, edhe diskomforti, fryrja e luktit, fryrja e barkut. Jo gjithmonë kjo ka probleme me mëlçin dhe me luktin apo me gurt nilz, po pacienti duhet me u qas me një ekzaminim më detajzuar, nëse vetëm pas ushqimit kanë këto shenja klinike, dhimbje e barkut, frymje e barkut, diskomfort, shenjë të ndjenjen e dvjelljes, po shumicën e rasteve edhe dhimbje e fortë e cila perceptohet sikur një ngërçim brenda barkut në anën e djathtë. Më e thjeshta për në ekzaminime është ultrasonografia ultrazëri i barkut që bëhet gjërësisht në Kosovë, pothuajse në çdo vend. Ajo nuk rrezaton dhe nuk ka asnjë efekt ansor, kështu që krejt pacientët duhet me ditë që ky lloj ekzaminimit as nuk dhem, as nuk rrezaton, as nuk ka asnjë efekt ansor dhe përdoret edhe te shtatzonat, përdoret në çdo lloj pacienti pavarësisht moshës, prej fëmijës. Kur bëhet ekzaminimi tek organi i mëlçisë, a mund të përfshihet ky ekzaminim dhe te pankreasi? Patjetër, po njëkohësisht. Njëkohësisht në ultrasonografinë e abdomenit të barkut, e bëjmë ne kirurgët, e bëjnë radiologët në shumicën e rasteve. Ne përqendrohemi në krejt organet vitale, nuk shifet vetëm mëlçia, por shif fillimisht mëlçia si organi më i madh, pastaj më gjerë.
fillimisht mëlçia si organi më i madh, pastaj fshika e tomthit, pastaj pankrasi, pastaj veshkat, pastaj vezika e urinës, tek gjinia femrore shifen dhe vezohet edhe mitra, tek meshkujt shifet kanalet e urinës, vezika e urinës. Këto evidentohen shumë mirë dhe duken shumë mirë me ultrazë. Dhe në qoftë se profesionisti përkatës nuk shef ndonjë problem me ultrasonografi, ndërkohë që analizat laboratorike, hematologjike dhe biokimike në këtë rast dalin të çrregullta, atëherë ne avancojmë në ekzaminime radiologjike më të avancuara siç janë CT-ja dhe rezonanca magnetike. CT-ja duhet me specifiku për pacientët, duhet me u kërku kur dyshimet janë në organet kavitare. Në këtë rast, organet që kanë hapësirë, që janë në formën e shportës, sikur si është lukthi, sikur si janë zorët e holla, zorët e trasha. CT-ja specifikisht është specifike e destinuar për këto lloj organesh. Ndërkohë, organet e mbushuna ose organet e plota, siç është mëlçia, siç janë veshkat, siç janë vezorët tek gjinia femrore, mitra, prostata tek meshkujt janë specifike për rezonancë magnetike. Sepse shihen më lehtë. Janë të destinuar si ekzaminime, janë më të specifikuar për këto lloj ekzaminimesh. Dhe pankrasi pikërisht duhet me u ekzaminu edhe mëlçia me rezonancë magnetike. Një pasqyrë shumë e mirë e këtij informacioni që e dhat. Pikërisht kam dëshirë dhe kam kënaqësi me informu pacient me ditë se çfarë lloj ekzaminimesh duhet me u kërku. Po nuk është e nevojshme me shku në rezonancë magnetike pa u bë ultrazani, se ultrazani është më e thjeshta që mundet me u bë. Dhe kushton shumë pak ose fare dhe identifikohet një ultrasonografist shumë i mirë mundet me identifiku shumë patologji vetëm me ultrazë. Shpesh nuk ka nevojë me u bë më tepër se sa një ultrazë. Po vetëm në rastet kur ne nuk shohim mjaftueshëm në krahasim me klinikën, kërkojmë më shumë, kërkojmë më shumë zbulim. Atë fillojmë me u hulumtu më tepër, me u fut më thellë. Ndërkohë parametrat hematologjik dhe analizat laboratorike ndohen dy grupa të mëdha, hematologjik që merren përmes gjakut, parametrat e gjakut, ku janë në formulat e ndryshme leukocitare, ku janë elementet e ndryshme të grupit gjakut, qoftë formulave të qelizave të bardha apo qelizave të kuqe që identifikohen pastaj në mënyrë specifike secila prej tyre ose leukocite që jemi mësuar në populli si një shenjë e një infeksioni në trupin ton, por nuk janë vetëm ato që na japin informacion në një pasqyrë gjaku, ka shumë edhe faktorë tjerë që na japin informacion në shumë. Pastaj faktorët biokimik, në këtë rast vetë fjala biokimi në kupton analizat që detektojnë funksionimin kimik të trupit ton. Mëlçia, ju thash pak më herët, është laboratori i trupit ton dhe bën detoksifikimin dhe ndryshimin e kimikateve të ndryshme në produkte të shëndetshme dhe ato të pashëndetshme të nxjerr jashtë. Në këtë shërgullim, atëherë mëlçia vun në transaminazat e drejta që vijnë prej mëlçisë ose indirekti që vijnë para funksionit të mëlçisë, edhe ato pastaj detektohen në analiza laboratorike që mëlçia ka filluar me vujt para se me pas ndoshta edhe shenja klinike. Pankrasi pastaj jep ngritje të vlerave të amilazave dhe lipazave. Këto të dyja kanë specifika të caktuara kur pankrasi është i smut dhe kur pankrasi po vun. Dhe ne përmes analizave e bindemi e plotësojmë pasqyrën klinike që pacienti mund të ketë problem me këtë organ. Dhe varësisht prej këtyre gjetjeve, gjithnjë duhet me korrespondu me njëra tjetrën. Analizat biokimike, analizat që ne gjejmë prej gjakut pacientit ose urinës, sepse disa prej analizave bëhen dhe përmes urinës, edhe këto i bashkojmë pastaj me shenjat klinike. Dhe kjo neve na bën të mundur me ardhur deri te një përfundim, të një diagnozë se çka duhet me vendos pastaj për pacient. Doktor, sa shpesh rekomandohen të bëhen analizat e gjakut për funksionin e mëlçisë, siç është ALT-ja, AST-ja dhe a mjaftojnë këto analiza? Prap shumë pyetje më vjen. Dëgjoni, një njerëz i shëndosh nuk ka nevojë me bëu analiza. Dhe këtë po e them sepse në Kosovë kam paqë shumë pacient e egzagjerojnë me çështjen e analizave. Nuk duhet më bëu analiza nëse nuk ke halle, nëse nuk ke probleme. Po flas për moshën e parë deri në moshën 40 vjeçë. Nuk është e domosdoshme me bëu analiza, secili prej nesh me ndonjë grip ndonjëherë mundet me bëu ndonjë analizë, me po se si është niveli i pasqyrës gjakut ose infeksionit. Nëse ka ndonjë diçka më të madhe, atëherë vazhdon me ulëmtime më të tjeshme, po përndryshe
nuk duhet me egzageru sepse abuzohet në Kosovë, edhe me analiza laboratorike, edhe me egzaminime, edhe me përdorimin e antibiotikëve pa kritere, përdorimin e medikamenteve ndryshme pa kritere, po nuk duhet me ungut me bo analiza laboratorike në qoftë se nuk ka shenja klinike, në qoftë se nuk ka ankesa. Ose nëse nuk ke rekomandim nga mjeku. Po pikrisht, edhe mjekët duhet me qenë më të rezervuar në dhënien e rekomandimeve. Në dhënien e rekomandimeve atje ku nuk është e nevojshme. Mirë po, shpesh ka shumë sëmundje, shumë probleme tek pacient që nuk mundën me u identifiku me analiza të thjeshta. Edhe ato pastaj kërkojnë një vëmendje më të shtuar te specialisti. Prandaj edhe janë edhe grupet e ndryshme prej mjekut të përgjithshëm deri tek niveli më i lartë shkencor në universitet i mjekëve. Po kjo duhet me vazhdu me një kontinuitet të egzaminimeve, do më prej egzaminimeve bazë të ato përfundimtare. Edhe nuk është mirë që me i bo analizat përfundimtare në fillim, sepse i anashkalon shumë procese që praktikisht të humbet shumë informacion dhe nuk mundesh me ardhur deri te një qëllimi i caktuar, deri te një diagnozë përfundimtare. Doktor, e treguam më herët që njeriu mund të jetojë pa AIDS-ën, pa tëmthin. Po. Por shtrohet pyetje tash, mirë, për mëlçin e dim që është organ i madh, është shumë kryen një funksion shumë të madh dhe është e pamundur që njeriu të jetojë pa mëlçin. Mirë, po për pankreasin, ç'mund të themi? Si mëlçia dhe pankrasi. Pankrasi është një organ vital. Është në formë të fasules? Është në formë të fasules e zgjatur, po. Se kemi mësuar pak në librat tonë të shkollës fillore të vjeçare. Forma e fasules është specifike për veshkat. Veshkat e kanë formën e fasules. Po pankrasi është në një formë e zgjatur, sikur me qenë një fletë. Një fletë, domethënë ka një kokë edhe pastaj është bishti i zgjatur, prandaj pankrasi ka dy pozicionime morfologjike anatomike, është koka pankrasi. Çfarë rëndësie ka për organizmin dhe bishti. Pankrasi ekskluzivisht koordinon punën e metabolizmit të sheqerit në trupin e njeriut, të glukozës. Dhe karakteristike e kësaj është sekretimi ose nxjerrja prej trupit të saj dy sistemi egzokrin dhe endokrin. Endokrin është sistemi i brendshëm dhe egzokrin jashtëm. Edhe këto dy me njëra tjetrën bojnë që pankrasi me rregullu nivelin e sheqerit, glukozës në gjak, kur trupi ka nevojë me përthith më shumë glukozë, ajo bëhet përmes insulinës që sekretohet prej pankrasit, dhe kur ka shumë sheqer, trupi merr aq sa i vyn, kur nuk i vyn më e ekskreton jashtë, e nxjerr jashtë. Kjo është ekskluzivisht bëhet lidhja e sheqerit me insulinën, dhe kur sheqeri lidhet me insulinën, bëhet i qasshëm për trupin dhe trupi e metabolizon si energji pastaj. Kur pankrasi smurret dhe nuk funksionon mirë, atëherë çrregullohet funksionimi i insulinës, edhe insulina nuk mundet me u lidh me glukozën, me sheqerin, edhe trupi nuk mundet me metabolizu sheqerin që e ka në trup të vetë, dhe lind sëmundja e diabetit. Diabeti nuk do të thotë që njerëzit nuk kanë sheqer në gjak, përkundrazi ata kanë shumë sheqer në gjak, por nuk e metabolizon dot trupi. Prandaj ata janë të detyruar me marrë medikamente që lidhet me sheqerin nga jashtë, si insulina ose medikamentet e tjera, që ja bojnë trupit të qasshme sheqerin me u fut në trup. Kjo është sikur brava e derës me tentu me u hap pa e pas qelsin. Në qoftë se qelsi nuk futet në bravën e derës dhe me funksionu bashkë, dera nuk hapet. Që insulina dhe glukoza janë një kompleks i molekulës që funksionon vetëm bashkë. Ndara me njëra tjetër nuk kanë kurrë fare efekti. Pankrasi është organ i pazavendësueshëm, nuk zavendësohet me organet e tjera, prandaj edhe është shumë i ndihshëm. Pozicionimi anatomik i pankrasit është me një vend shumë delikat ku qarkullojnë enë të gjakut kryesore që shkojnë në mëlçi dhe rrugët biliare që dalin prej mëlçisë. Pankrasi është në mes tyre, sipër i ka enë të gjakut, poshtë i ka zbrazjen e mëlçisë. Kështu që çdo problem në pankras manifestohet klinikisht me zverdhje të pacientit për shkak të një tumori, për shembull në kokën e pankrasit, e bllokon rrugën e zbrazjes dhe pacienti zverdhet pa pas probleme me mëlçi. Kjo është tash problemi me pankras. Edhe e dyta, bllokon end e gjakut duke e fry barkun, sepse kur gjaku nuk kthehet mëlçi, atë mbetet në periferi dhe fryhet barku. Një prej shenjave
disa prej shenjave më të mëdha që duhet me u alarmu lidhje me smundjen e pankrasit. Ta shkojmë tek një pyetje tjetër, se cilat janë simptomat e hershme, pra thatë është fryrja të pankreasit, që kemi domethënë probleme me pankreasin, duke qenë domethënë këto janë të hershme, mirë po tek ne zbulohen vonë. A është njëra prej tyre fryrja, apo ka edhe elemente tjera të simptomave që ne nuk i di, mirë po ato janë duke zhvilluar brenda nesh. Apo si më thanë, simptoma të fshehura. Atë që kam dëshirë me potencu, të ne në Kosovë nuk kemi databazë shëndetësore, informacion shëndetësor, sistem informativ shëndetësor që përcillen patologjit tek një personi ndryshëm, po gjenetika ka një rol shumë të rëndësishëm tek pacient që kanë pas familjarët me probleme të pankrasit dhe ta duan më interesuar është trashëguese? Patologjit, karcinomat fatkeqësisht kanë një trashëgimi të drejtpërdrejt tek personat. Në shumicën e rasteve pankrasi preket tek predispozit më të madhe kanë meshkujt në krahasim me femrat. Pankrasi ndikohet shumë dhe preket shumë prej alkoolit. Meshkujt janë më të predispozuar me abuzu me alkool në krahasim me femrat. Në perëndim kjo është shumë e theksuar se të ne në Kosovë. Të ne në Kosovë pihet shumë më pak alkooli, prandaj shpesh pankratitet shkaktuar prej alkoolit janë më të pakta. Pankratit nënkuptohet pankrasi i inflamuar. Se pjesa tit mbrapa nënkupton që pankrasi është i prekun, i inflamuar. Edhe kjo mund vi pastaj prej rrugëve biliare, pa e përdor fare alkoolin, sepse ka shumë pacientë që kanë probleme me pankrasin që s'kan pikë kur alkool, po është ushqimi pastaj i dëmshëm që shkakton inflamacionin e pankrasit. Ndërkohë që smundja tjetër që prek shumë shpesh pankrasin dhe është shumë vdekjeprurse është kanceri i kokës pankrasit, i cili është tepër i vështirë me u identifiku në kohë, ajo zbulohet në shumicën e rasteve vetëm rastësisht, me një ekzaminim krejt tjetër, po zbulohet rastësisht që pankrasi ka një problem. Edhe në shumicën e rasteve kur pacienti jep shenja klinike është tepër vonë, sepse ai vetëm ka infiltruar te gjakut, ka dhënë metastaza nëpër mëlçi dhe pjesë tjera trupit, edhe është e pamundshme pastaj me u intervenu kirurgjikisht, po nëse zbulohet me kohë, atëherë është e mundur me u bë një operacion shumë i madh që zgjat 7, 8 deri në 10 orë. Bëhet të ne në Kosovë vitet e fundit me shumë sukses, edhe pacientëve ju mundsohet me kalu edhe një pjesë të mirë të jetës, edhe në qoftë se zbulohet para se me u shpërnda nëpër trup. Gjetja, sugjerimi i jonë është që familjarët të pacientë që kanë pas dikën në familje me smundje të pankrasit, me u angazhu me ultrazam, me bë një ultrazam, me e përcjell, sepse identifikimi i hershëm është shërues tek këto probleme. Ndërkohë nuk mundemi me prevenu me asnjë lloj forme, sikur që nuk mundet aktualisht me u prevenu asnjë lloj i kancerit, i karcinomës të tash. Duke e sqaruar këtë punën e pankreasit edhe duke i menduar dhe organet tjera vitale në organizmin ton, shtrohet pyetja, a mund të zëvendësohen këto organe me një transplant, me një organ tjetër? A bën transplante në Kosovë? Shumë pyetje e mirë. Republika e Kosovës, e thash pak më herët, ka kirurg shumë të përgatitur. Shumica e neve kirurgëve, po flas gjeneratat e reja, janë të përgatitur me bë transplante. Kirurgjikisht është kollaj e realizueshme për neve kirurgëve transplantimi i veshkave, i mëlçisë dhe i pankrasit. Pankrasi është në eksperimentim akoma, nuk bëhet transplantimi i pankrasit, sepse zëvendësohet me insulin dhe mungesa e pankrasit nuk është që është e papajtueshme me jetën siç janë veshkat edhe mëlçia. Kosova është shumë mbrapa për sa i përket ligjit për transplante të organeve. Pra kemi problem me ligjin e transplantës. S'kemi fare ligj. S'kemi fare ligj. Domethënë nuk është marrë Republika e Kosovës me këto çështje asnjëherë, sepse asnjëherë si ka dëgjuar profesionistat mjekësorë janë marrë politikanë me shëndetësi, nuk janë marrë mjekët me shëndetësi. Ta dëgjojmë përmes këtij podcasti. Kemi profesionist që mund ta kryejnë një transplant. Pra kemi njerëz që mund ta kryejnë këtë punë. Edhe zëri në këtë rast jeni dhe ju. Patjetër. Që t'ja bëni me dije që është i rëndësishëm apo jo një ligj për transplantin në Kosovë? Është i domosdoshëm. Ligji i transplantit në Kosovë është i domosdoshëm. Çuditërisht me shëndetësinë janë marrë njerëz më të papërgjithshëm
të Republikës Kosovës. Edhe pas 26 viteve pas luftës në Kosovë, shëndetësia është në përfaqësisë. Nuk është faji i ekspertëve shëndetësor këtu. Ekspertë shëndetësor janë në nivelin më të lartë. Këtu është faji i shtetit. Mungojnë ligjet, mungon infrastruktura gjithsesi, po mungojnë ligjet bazë. Kur ne nuk kemi ligj, ne jemi të handicapum për me vepru. Është e pamundshme me shku përpara në qoftë se baza e ligjeve për transplantën në Kosovë nuk ekziston. Përsa i përket aspektit teknik, 80% kirurgëve janë shumë të gatshëm sot për me fillu dhe me bo transplantin. Shumë prej neve transplantin e veshkës e bojmë qysh sot, menherë. Me kriju kushtet menherë sa dhe bojmë, nuk është asnjë lloj problemi teknik. Ndërkohë transplanti i mëlçisë kërkon një angazhim më të specifikum, po që ne secili prej nesh kirurgëve jemi të përgatitur. Mundemi me u përgatitur për një periudhë 6 mujore. Po. Domethënë nuk është problem tash çështja teknike, vetëm është problem infrastruktura ligjore që ne duhet me pas dhe duhet me bë dikush në vendin tonë, ose të paktën duhet ne me u pyet se çysh me e bë këtë punë. Fatkeqësisht populli jon dhe pacientët e popullit ton marrin miliona prej qeverisë për me u mjeku jashtë shtetit dhe kur asnjëherë institucionet përkatëse nuk janë dalë me mendu pse na nuk investojmë në kuadrat tonë këtu me bo ligjet e tona që na me i mjeku pacientat këtu. Sepse është dhe një kursim i buxhetit ose dhe një kursim i buxhetit të çdo individi që ka nevojë për një transplant që fatkeqësisht sot e bën jashtë vendit me një kosto super të lartë. Është keqpërdorim. Është keqpërdorim, nuk po du më lëshu këtë aspekt se nuk më intereson në një profesionist shëndetësor, nuk më intereson. Ne flasim vetëm nga ana profesionale shëndetësore. Po flas si profesionist, prandaj nuk du më lëshu në këtë aspekt. Ne si profesionist unë mund të them këtë me bindje të plot që të fillu prej meje edhe shumë kolegëve të mi, transplantat e veshkës mund bëhen nesra. Po. Edhe në Kosovë dhe janë bë. Mjafton që t'ia ofrojnë kushtet e nevojshme sa i përket ligjit. Infrastruktura ligjore, po. E tham që shumë njerëz ankohen për fryrje barku, kur është diçka normale dhe kur duhet të shqetësohemi seriozisht, doktor. Domethënë gratë zakonisht fryrjet e barkut i përjetojnë çdo muaj për shkak të ciklit. Dhe nuk duhet i marrim si serioz apo jo. Mirë, po kur duhet ta marrim seriozisht një fryrje të barkut? E tha dhe më herët, po atë ta specifikojmë edhe një herë. Fryrjet e barkut janë gjetje normale, fiziologjike të çdo person. Nuk ekziston person që nuk ka pas fryrje barku. Pas një ushqimi të bollshëm. Patjetër. Këtë dishta me shkak. Organet tretëse, vetëm emri i organeve tretëse, fillon ushqimi prej gojës në lukth dhe lukthi fillon me tretë ushqimin. Kur ushqimet tretën, ato zbërthehen në kimikate të ndryshme, në gazra të ndryshme, të që fillojnë me e fry zorën. Edhe kjo është e zakonshme gjatë gëlltitjes tonë, gjatë pirjes langjeve me gaz, ujit me gaz. Kur ato zbërthehen në sistemin tonë trec, ato lirohen gazra, dhe kur lirohen gazra, zora prej një gjendje të kollabuar apo të mbyllur, ajo fillon edhe fryhet. Po kur fryhet dhe barku, sepse zorët janë në bark. Kjo është tranzitore, kjo është kaluese. Shumica e pacientëve thonë ka mungur diçka ushqim, ka bo dëm dhe nuk mund ndihem mirë, po ajo kalon. Problemet fillojnë te pacientët që nuk kanë një zbrazje të rregullt të sistemit gastrointestinal, kur vanohen me 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë e ma tepër. Edhe që formohet te kapslloku. Pikërisht. Kur një pacient normalisht pyetja e radhës më njëherë, normalisht një pacient duhet me defeku me uzbrazën 24 orë. Ka edhe prej tyre në 48 orë, nuk është ndonjë problem, është një zorë dembele. Një metabolizëm normal, po. Një metabolizëm normal, po nëse shkon mbi 48 orë, atëherë është pak problem, duhet me fillu me ndërhy. Te këta persona kur fryrja është graduale, në kuptimin ata e sqarojnë vetë, kur fryrja është graduale, nuk duhet me u shqetësu dhe kur zbrazet, pastaj kur ka oscilacione mes fryrjeve dhe zbrazjeve. Po kur fryrja është e përnjëhershme, ajo është shqetësuese dhe gjithmonë manifestohet me një problem në bark. Pastaj fryrjet e barkut kanë spari origjinë të zorëve, dhe e dyta origjinë të jashtme. Origjina jashtme gjitha organet abdominale, tu i përfshi mëlçin, tu i përfshi zorët e holla, lukthin, zorët e trasha, rektumin, tek gjinia femërore, mitrën dhe vezore, tek gjinia muskulore, zorat çore, po ashtu edhe femërore. Veshkat janë mbrapa, mirë po manifestohen me probleme tjera në krahasim me organet intraabdominale.
ose pjesës brendshme të organeve, se organet e barkut janë mbështjelluna me një thes që quhet peritoneum dhe janë brenda barkut. Çdo çrregullim i funksionimit, i mirë funksionimit me njëra tjetrën, manifestohet me fryrje të barkut. Kështu që organet në ekzaminime përjashtohen prej njëra tjetrës. Spari përjashtohen problemet e luktit, pastaj zorës holl, pastaj zorës trash, pastaj përfundimi i zorës trash, pastaj hulumtohet diku tjetër. Dhe në fund fryrja e barkut mund të jetë për shkak një grumbullimi të langut. Langu pastaj mund të ketë origjinë prej enëve të gjakut, mund të ketë origjinë prej keq funksionimit të mëlçisë, mund të ketë problem i përdredhjes zorëve, varësisht se sa shpejt ndodh situata, por shpejt në kupton prej disa orëve deri në 2-3 ditë. Çdo fryrje e shpejt duhet me pas një qasje më të shpejt, sepse mundet me u fshef diçka tjetër mbrapa saj. Pra janë dy anë, një fryrje e ngadalshme në mënyrë që më thonë reciproke, gradualisht fryrje nuk është problematike. Mirë, po në momentin që bëhet një fryrje shpejt, atëherë është një sinjal që ne duhet të trokasim tek mjeku. Prap kthehemi te ultrasonografia. Ultrasonografia identifikon me kohë grumbullimet patologjike ose grumbullimet e smundjeve, qoftë të ajrit, qoftë të langut në bark. Po. Doktor, është një pyetje që e kam marrë prej shikuesve. A është e vërtetë që dhimbja e barkut mund të ngatrohet me probleme të tjera, si zemra apo stresi, dhe si ta dallojmë këtë pjesë? Domethënë, këtë pyetje e kam marrë me shumicë. Shumë mirë. Populli jonë është popull i vjetër. Edhe trashëgimia jonë kulturore është trashëgimi e shkruar dhe gojore. Po. Dhe një prej trashëgimisë gojore ose më saktë prej të dhënave gojore thotë truni i ka rrojt në lukth. Është fjalë popullore. E vërtet. Çdo situatë stresive që ka tension të lartë, persona që kanë tension të lartë psikologjik, që kanë stres të lartë, që kanë profesione me përgjegjësi të lartë, jetën e kanë të disbalancuar, gjumin e kanë të parregullt, ushqimet i kanë të parregullta dhe të dëmshme, hanë pak ose hiç, ose hajnë shumë. Gjitha këto manifestohen me shenja të dhimbjeve të luktit, me çrregullimeve të dhimbjeve të luktit, me çrregullime të tretjes, po që baza është në bazë neurologjike, domethënë bazë shqetësuese. Shpesh ne gjejmë në gastrite ose inflamacione të luktit që kanë origjinë nervore, që kanë origjinë psikologjike, që nuk ka fare smundje në lukt, po pacientat kanë qenë të ngarkuar dhe ajo manifestohet pastaj në lukt. E vërteta është që lukti reagon në qoftë se ne nuk ushqehemi mirë, në qoftë se nuk e trajtojmë luktin mirë, dhe presim që lukti me funksionu mirë, edhe në qoftë se ne nuk i japim me ushqime apo nuk i plotësojmë nevojat e luktit. Një dietë e mirëfillt, gjumi i rregullt, ushtrimet fizike, vaktet e vogla dhe të shpeshta dhe jo të mëdha dhe të rralla, që ne e bëjmë të kundërta. Po ne pikërisht. Prandaj populli i Kosovës ka shumë probleme me sistemin gastrointestinal, me sistemin e tretjes, sepse ne edhe ushqihemi keq, edhe ushqihemi pa orar, edhe ushqimet që i marrim të dëmshme. Ushqihemi me shumë brumra, me shumë mishna, me shumë ushqime të bollshme, edhe me shumë ëmbëlsira, çka është e vërteta kohët e fundit, me shumë fast food. Jemi ekspert të torteve. Me shumë fast food, këto janë kreta të dëmshme për sistemin gastrointestinal. Po nuk duhet me u shqetësu për një herë, sepse pacientat duhet me analizu veten dhe me gjyku vetveten spari, me pastaj me kërku trajtim më të tjeshëm tek mjek. Në qoftë se ushqesh dhe han shumë brenda një nate, është e domosdoshme që nesër kemi pas fryrje barku ose çrregullime tjera. Po jo gjithmonë çdo fryrje mundet me pas probleme shëndetësore. Jemi një popull që kemi kaluar një periudhë shumë të vështirë. Flas për vitet 98, 99, kur çdo kush nga ne ka përjetuar. Kemi përjetuar ne, kanë përjetuar anëtarët e familjes, shoqëria, rrethi, gjithë populli i Kosovës. Flas për luftën. Dhe para se të vinim në podcast, u informova që edhe ju keni qenë pjesë e saj, ju vetëm si qytetar.
por edhe si pjesëtar i UÇK-s. A mund të kthehemi pak në kohë para 26 vitesh? Kjo është një realitet, një pjesë e jetës që unë kam pas fatin me pas. Jam shumë i privilegjuar dhe shumë i nderuar që kjo është një prej pjesëve më të ndrituna të jetës tem. Unë kam pas fatin me qenë ushtari UÇK-s në Kosharën e lavdishme të Republikës Kosovës, në luftën e Kosharës, në betejën e Kosharës. Unë kam mbaruar studimet elementare në Tiranë, vitin e 4 të shkollës mesme, pastaj kam vazhduar studimet bazë, Universitetin e Mjekësisë, Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Nën Tereza në Tiranë. 7 vite kam jetuar në Tiranë. Unë në Tiranë kam shkuar vitin 97, në vitin e 4 të shkollës mesme. Kam kalu kufirin ilegalisht, sepse kufit kanë gjetë mbyllur në atë kohë. Kam kryer vitin e 4 të shkollës mesme, pastaj kam filluar Fakultetin e Mjekësisë, vitin e parë, në vitin 97, vitin 98 dhe vitin 99, kam qenë vitin e 3 të Fakultetit të Mjekësisë, me 21 janar të vitit 99, në televizionin shqiptar, radio televizionin shqiptar është dhënë urdhri për mobilizim të përgjithshëm, çdo mashkull i Republikës Kosovës i moshës 18 vjeç e sipër është ftuar prej nënës Kosovë me dalë, me luftu për Kosovën. Dhe unë jam përgjigjës të thirrje, si shumë tri prej krejt botës, dhe ne jemi grumbullu në Shqipëri, në Tiranë. Unë kam qenë paraprakisht i stërvitun, sepse kam pas informacione që shteti jonë po përgatitet për luftë me Serbi, dhe mbi një vit unë kam qenë i përgatitun dhe i stërvitun për ditën që po flasim sot. Jam mobilizuar pastaj prej Tiranës në pikat stërvitore në Vllanë, ku unë jam përgatitur ushtarakisht, dhe prej Vlanës pastaj jam mobilizuar në Koshare. Unë kam shërbyer në kushte luftës si mjek i luftës. Mjek në luftën e Kosharës dhe në luftën e Kosovës kanë qenë në mungesë totale, sepse ka pas pak mjek që kanë shku në luftë, dhe prania e një mjeku ka qenë e domosdoshme. Unë kam pas fatin me qenë shumë i nderuar, me kriju ekipën e parë të Barela Barceve në Kosharën e lavdishme, dhe prej fillimit saj, derisa unë jam plagos 2 herë në Koshare, unë kam shërbyer dhe kam udhëheq ekipin e Barela Barceve në Koshare. Jeni plagos në Koshare? Në Koshare jam plagos 2 herë, me 19 prill, me një plom në Gjoks, dhe me 21 maj prej granatës prej avionit serb, në shpinë dhe në komën e djathtë, dhe si pasoj kam qenë pastaj 45 ditë në spitalin ushtarak në Tiranë, pa vedije, derisa unë jam zgjuar mas 45 ditëve. Keni rilindur? Për herë të dytë. Unë kam qenë pjesë e një ekipi mjekësor mirë të organizuar. Unë jam udhëheq prej doktor Afrim Sulemanit, i cili ka qenë udhëheqësi jonë në Koshare, me shumë kolegë të mi tjerë. Ne kemi përgatitur ushtarët para se me hi në vijën e frontit. Unë kam përgatitur çantat vogla dhe çdo i treti ushtar ka qenë informuar për ndihmën e parë se si duhet mi dhënë ndihmë shokut në momentin që plagoset. Dhe si Barela Barc, unë kam pas disa ushtar në përgjegjësinë time që mu më kanë ndihmuar me i bajt Barelat, dhe qëllimi im ka qenë, unë kam pas një çantë të madhe në supe, fizikisht kam qenë i përgatitur në gjithnjë, me plot infuzione, injeksione dhe me pajisin e parë të seteve kirurgjike për me qep plagë në vijën e frontit, me i tërheq ushtarët e plagosur në vijën e frontit dhe me i sjell mbrapa në Shqipëri, në Bajramcur, ku ne kemi pas spitalin. Në Bajramcur pastaj ka qenë një ekip e përgatitur në kirurgjisë me kirurg prej Tiranës, të cilët kanë intervenuar në sallë të operacionit në Bajramcur, dhe ata që kanë qenë më të komplikuar janë transportuar me helikopter në spitalin ushtarak në Tiranë. E unë kam qenë një prej atyre pacientëve fatkeqësisht, po sot jam gjallë. Sa shpesh e kujtoni këtë dhe me familjen apo me shoqërinë tuaj këtë histori të jetës suaj? Apo e keni lënë në një syrtar duke ruajtur si një thesar të vlefshëm? Jo,
ju keni hulumtuar, është shkatësia juja që e keni hulumtuar këtë detaj, unë nuk e përmendi këtë asnjëherë. Unë ju thash është pjesa e lavdishme e jetës time për cilën unë krenohem dhe unë e kom bo sepse kam qenë me fat që i kom takua se periudhë kohore, edhe këta e kom bo sepse ka qenë obligimi jemi si djali i Kosovës me u lajmëru në luftë sikur me mira ushtar, sikur me mira djem tjerë, më të mirë djem që ka pas në herë populli shqiptar. Djem që i kanë lënë Zvicrën, Gjermaninë, Amerikën, i kanë lënë luksin, i kanë lënë dokumentet, i kanë lënë jetën, kanë ardhur krejt për me vdek për Kosovën. Asnjë prej neve nuk kemi shkuar në luftë për me mendu që do të jetojmë apo që do të jetojmë. Po pikërisht, asnjë prej neve, pa përjashtim. Unë kom humb nanën në luftë 42 vjeçë, është plagosë më ka vdek 42 vjeçë. Unë kom humb babgjyshin, babën e bashkëshortës i cili është vrarë mizorisht prej forcave serbe përpara familjes. Jemi familje që kemi qenë të persekutuar dhe të shkatëruar prej serbëve prej se ne ekzistojmë. Prandaj natyrisht përgjigjja jeme ka qenë natyrshme që unë kam ju përballë kësaj dhune dhe këtij agresioni sepse unë kam qenë i edukuar qysh si fëmijë që ne duhet me luftu për me pas lirinë tonë. Dhe kjo ka qenë një reagim i natyrshëm i jemi dhe i familjes teme. Aq më tepër kur unë kom pas 2 vëllezërit dhe nonën këtu në Kosovë që nuk e kom ditë çka ka ndodhur me ta, dhe unë kom pas informacion që ata kanë vdekur dhe unë thjesht nuk kam dashur me jetu. Sikur krejt kosovarët e tjerë që kanë ardhur prej perëndimit, ata nuk kanë dashur me jetu më. Edhe krejt ata që kanë ardhur në Koshara, ata kanë ardhur me vdek. Ata nuk kanë ardhur për me jetu më atje. Ata kanë ardhur me vdek. Dhe kjo është madhështia e asaj. Kjo na bën neve të ndryshëm, domethënë në krejt botën, në çdo luftë nuk ka ushtar më të rrezikshëm se ushtar që kanë vendosur me vdek. E ne në Koshare kemi pas vendosur me vdek. Prandaj jemi të rëndësishëm. Dhe me plot gojë po drejtohem, doktor, jeni krenar për atë që jeni sot. Edhe për atë histori fat në fatkeqësi, por edhe sot për doktorin që jeni dhe për inspirimin që po jepni ndër breza. Faleminderit, është një pjesë që unë e kam mbajt me shumë kujdes dhe me shumë. Prandaj dhe ju thash, e keni ruajtur? Po, nuk e kam në një vorbullën tuaj që mos ta di masa, sepse sigurisht që familja e di për masa, dhe sot ju e that. Dhe unë jam shumë krenare që këtë pjesë të thesarit tuaj e nxora pikërisht në këtë podcast të rëndësishëm. T'jeni të bindun si çdo ushtar me zemër i Republikës Kosovës që nuk ka shku në luftë për qëllime përfitimi, e ata janë pjesa dërmuese e ushtarëve, t'jeni të bindun. Ata kanë luftu sepse e kanë pas obligim me luftu dhe mas luftës i kanë këshirë punë të veta, pastaj nuk janë marrë me gjëra tjera. Edhe unë jam një prej tyne që nuk e kam përdor luftën për avancime ose për gjëra tjera. Lufta është vetëm një pasuni e imja, lufta është vetëm një periudhë për cilën unë jam krenar dhe nuk kthehet më. Ajo periudhë nuk paguhet as me pare, as me vite, nuk kthehet mbrapa dhe as nuk ndryshohet. Ata që kemi qenë. Dhe konsideroj bekim të Zotit që unë kam pas mundësi me qenë në atë periudhë një djalë që ju ka përgjigjë thirrjes shtetit tem për me luftu kundër Serbisë. Po përpara juve sot këtu, ajo e cila nuk duhet me ndryshu, nuk mundemi me ndryshu të kaluamën, ajo ka qenë. Absolutisht. Dhe nuk ndryshohet. Por nëse sot kërkohet prap, unë jam i bindur që sikur çdo ushtar tjetër unë prap i përgjigjem vendit tem me qenë ushtari i Kosovës. Dhe me këtë emocion kaq të madh që u emocionova edhe unë. Falenderoj shumë që ishe pjesë e podcastit Shëndetin e të parë, duke të uruar çdo të mirë në rrugtimin tënd profesional, por edhe personal, dhe me shpresë që ne do të takojmë sërish për diskutuar sa i përket shëndetësisë, asaj që ju përfaqësoni, pra kirurgjinë abdominale, dhe informacionet bazë dhe shumë të rëndësishme që do t'jepni në të ardhmen sërish për qytetarët tanë të Kosovës. Të faleminderit që spikat edhe pjesën e fundit, kënaqësi me qenë në emision me ju. Pjesa më e rëndësishme. Shikues të nderuar, mes këtyre emocioneve, do të takojmë sërish në podcastin tjetër të radhas për të zhvilluar tema specifike dhe profesionale sa i përket shëndetit ton dhe tuaj. Mirëmbëjtje.